Fillimi ishte me shumë të panjohura. Frikë dhe pa adresë. Këtu fillojmë ne. Këtu fillon historia e shoqatës sonë. Shoqata Down Syndrome Kosova është themeluar në muajin mars të vitit 2007. Që nga themelimi deri më tani kemi bërë përpjekje të vazhdueshme drejt realizimit të të drejtave të plota, jo vetëm të komunitetit me sindromin Down, por në përgjithësi të gjithë qytetarëve me aftësi të kufizuara. Si një shoqatë e themeluar nga një grup i prindërve, sot funksionojmë me 5 qendra regjonale, ku brenda këtyre 5 qendrave në kuadër të 2 programeve, përfitues direkt të shërbimeve tona janë mbi 300 persona dhe shoqata Down Syndrome Kosova numëron mbi 55 punonjës. Në vitet e para të themelimit kemi qenë të fokusuar në ngritjen e vedijes të shoqërisë kosovare mbi nevojat dhe potencialin e personave me sindromin Down. Gjithashtu, fokusi jonë ka qenë i përqendruar në ngritjen e nivelit të vedijes të institucioneve publike përkatëse mbi shërbimet për të cilat kanë nevojë personat me sindromin Down, shërbime të cilat luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në zhvillimin e potencialit të një personi me sindromin Down. Në 5 qendrat e shoqatës Down Syndrome Kosova ofrohen shërbime psikosociale për individët me sindromin Down. Këto shërbime ofrohen përmes 2 programeve, programi për intervenim dhe edukim të hershëm dhe programi për autonomi dhe aftësim profesional. Në kuadër të programit për intervenim dhe edukim të hershëm, marrin shërbime terapeutike fëmijët prej moshës 0 deri në 12 vjeç. Në kuadër të programit për intervenim dhe edukim të hershëm, ofrohet terapia fizike, të cilën e ofron fizioterapeuti. Sa i përket terapisë së zhvillimit dhe okupacionale, e cila ofrohet nga terapisti i zhvillimit dhe okupacional, kjo terapi ka për qëllim integrimin e aftësive konceptuale, aftësive të gjuhës dhe të folurit, motorike, ato socio-emocionale dhe të vetëndimës. Në terapinë e gjuhës dhe të folurit, bëjmë pjesë programet e komunikimit dhe gjuha e folur. Këtë programi ofron logopedi. Në kuadër të programit për autonomi dhe aftësim profesional, ofrohen shërbime mbështetëse për të rriturit dhe të rinjt me sindromin Down, nga mosha 12 vjeç e tutje. Gjithashtu, në kuadër të këtij programi, ofrohen edhe klasat për aftësim profesional dhe punësim. Aftësimi profesional i të rinjve bëhet përmes punëtorive në Down Syndrome Kosova, të cilët janë kafeteria X21, punëtoria e xhimit dhe mjaltit X21, si dhe punëtoria e kartolinave dhe e qirinjve. Qendra e DSK-s në Prizren është hapë në vitin 2009
dhe aktualisht ofron shërbime terapeutike dhe mbështetëse kuadër 2 programeve që i ka shoqata në mënyrë direkte për 50 anëtarët me sindromën Down në komunën e Prizrenit. Ndërsa në bazë të kërkesave apo nevojave nga komuniteti, Qendra jonë në Prizren ofron edhe mbështetje indirekte për të gjithë personat me sindromën Down në regionin e Prizrenit. Pjesë e përpjekjeve tona për t'i përmirësuar cilësinë e jetës së personave me sindromën Down, përveç punëtorisë së kartolinave, në Qendrën e Prizren e kemi themeluar edhe punëtorinë e qirinjeve, posedojmë kuzhinën profesionale, ku anëtarët tanë këtu aftësohen dhe përgatiten për tregun e punës. Qendra e Down Syndrome Kosovës Dega në Mitrovic funksionon që nga viti 2009, si qendër regionale përfshirë qytetin e Mitrovicës, Vushtrës dhe të Skënderaj. Aktualisht qendra numëron 93 persona me sindromën Down të identifikuar, ndërsa 53 persona janë përfitues aktiv të shërbimeve. Në vitin e kaluar, saktësisht me 24 tetor të vitit 2023, veçse e kemi bërë hapjen e lokalit Bistro X21. Bistro X21 është një farë vend takimi divers, edhe është i hapur për të gjithë, me karakter publik e sociokulturor. Qendra e sindromës Down në Ferizaj është themeluar në vitin 2008 si një zyrë informuese për prindërit e fëmijëve me sindromën Down. Në vitin 2017, qendra në Ferizaj ka filluar të ofrojë shërbime sipas programeve, të 2 programeve të cilët funksionon Down Syndrome Kosova. Sa i përket programit për autonomi dhe aftësim profesional, qendra në Ferizaj ofron të gjitha klasat psikosociale për anëtarët e tonë, ku gjithsej janë aktualisht në shërbime aktiv 16 anëtar, ndërsa tek programi për intervenim dhe edukim të hershëm ofrojnë shërbime për 20 anëtar. Që nga viti 2023, ku edhe qendra në Gjilan është aktive, janë ofruar shërbime terapeutike dhe psikosociale në kuadër të 2 programeve për fëmijët dhe të rriturit me sindrom Down, për rreth 40 anëtar që janë aktiv në qendrën tonë. Down Syndrome Kosova në Gjilan, përveç shërbimeve direkte të ofruara në qendër, gjithashtu ofron edhe shërbime terapeutike dhe indirekte të përfshira në region, kryesisht për komunën e Vitis, Kamenicës, po gjithashtu edhe për komunat e Kosovës lindore. Aftësia e kufizuar nuk duhet asnjëherë të jetë arsye që një person me aftësi të kufizuar të përjashtohet nga realizimi të drejtave që i takojnë brenda familjes, shoqërisë dhe komunitetit ku jeton. Institucionet dhe të gjitha mekanizmat shtetëror duhet të hartojnë politika, ligje dhe të marrin masa për zbatimin e tyre, e cila është e bazuar në gjithëpërfshirje. Konform misionit të shoqatës, për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave me sindromën Down, përkatësisht pjesën e punësimit, shoqata Down Syndrome Kosova ka punuar fuqishëm dhe vazhdon të punojë për përgatitjen e anëtarëve të saj për treg të punës. Duke marrë masa në përgatitjen profesionale të tyre, duke i mbështetur rreth përgjegjësisë dhe obligimeve që dalin nga kontrata e punës. Deri më tani, sa i përket punësimit të personave me sindromën Down në nivel vendi, numërojmë gjithsej 24 anëtarë. Përveç shërbimeve dhe aktiviteteve të tjera që realizon shoqata brenda 5 qendrave të saj,
Puna e shoqatës Down Syndrome Kosova ka luajtur dhe vazhdon të luajë një rol mjaft të rëndësishëm në fushën e avokimit. Gjatë punës tonë, ne kemi arritur të nxisim institucionet publike përkatëse për hartimin e politikave të reja, plotësim dhe ndryshimin e tyre, proces i cili ka kontribuar në përmirësimin e situatës në raport me qytetarët me aftësitë të kufizuara në Republikën e Kosovës. Në fushën e edukimit, arsimimit, aftësimit profesional dhe punësimit, përveç bashkëpunimit me institucionet publike, sa i përket integrimit të personave me sindromën Down brenda institucioneve përkatëse, ne kemi dhënë një kontribut duke ofruar trajnime. Deri më tani kemi arritur ti trajnojmë mbi 600 profesionistë të fushës. Gjatë kësaj periudhe kemi hartuar edhe materiale të ndryshme, si manuale, doracak, materiale të cilat kanë kontribuar në lehtësimin e punës ditore brenda institucioneve, ku janë të integruar personat me aftësi të kufizuara. Konform misionit tonë dhe krijimit të kushteve më të mira për ofrimin e shërbimeve terapeutike mbështetëse për komunitetin, ne si shoqat në vitin 2015 filluam iniciativën për ndërtimin e një qendre në komunën e Prishtinës. Sot, komuna e Prishtinës ka një qendër model, e cila i ofron të gjitha kushtet dhe mundëson trajtim të dinjitetshëm, jo vetëm për personat me sindromën Down, por edhe për personat me autizëm. Edhe pse janë bërë ndryshime pozitive drejt realizimit të drejtave të qytetarëve me aftësi të kufizuara në Republikën e Kosovës, ky grup i qytetarëve ende vazhdon të ballafaqohet me sfida ditore, si pasojë e mos realizimit të drejtave të plota. Andaj, ne si shoqat do të vazhdojmë të jemi zë i fuqishëm, jo vetëm i komunitetit me sindromën Down, por do të vazhdojmë të punojmë fuqishëm drejt realizimit të drejtave të gjithë qytetarëve me aftësi të kufizuara në Republikën e Kosovës. Vendimi dhe guximi ynë për të integruar fëmijët tanë në shoqëri nuk do të merrte formë pa mbështetjen e gjithë secilit. Sot duam t'i falenderojmë dhe t'i shprehim mirënjohje secilit individ, institucion që ka mbështetur kauzën e shoqatës Down Syndrome Kosova. Njëherët ju inkurajojmë të na qëndroni pranë, sepse vetëm bashkë ne mund të ndërtojmë një të ardhme shumë të mirë për të gjithë qytetarët e Republikës.